Lideri i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari i pyetur lidhur me deklaratën e kreut televizjes Besa Bilal Kasami se në zgjedhjet lokale ata si koalicion do të kandidojnë me lista të përbashkëta. Tha se në koalicionin Vlen atmosfera është e relaksuar dhe se janë në bisedime për të qartësuar të gjitha gjërat. Jemi duke negociuar, jemi në atmosferë të relaksuar brenda koalicionit, kështu që besoj dhe shpresoj se do gjejmë dy të përbashkët dhe do t'i zgjidhim të gjitha paqartësit mes nesh. I pyetur lidhur me iftarin e sotëm të thirrur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe sa do të pranonte Taravari pozitën lideri Vlenit, po që se i ofrohej, tha se asgjë e ka menduar një gjë të tillë dhe se nuk është në interesat e tij. Sonte të gjithëve na ka thirrur zotëri Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, për një iftar. Mes tjerash besoj se do të bisedojmë edhe tema politike, po as që është diskutuar kush është lideri i Vlenit ose thjesht as që e kam menduar, as që e kam llogarit, as që më intereson kjo punë. Kreu i lëvizjes Besa Bilal Kasami ditën e djeshme tha se nuk është e vërtet se Aleanca për Shqiptarët ka kërkuar që të ketë 40% të kandidatëve, por tha se propozimi i tyre ka qenë që të garojnë veçmas me lista për këshilltar. Ai tha se Aleanca për Shqiptarët ka mbetur të vendosë nëse do të shkojë veçmas apo bashkë me subjekte tjera të koalicionit.